Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë dhe sot musliman që is pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me ligjëratën e radhës nga libri Mburoja e muslimanit, ku jemi ndalur te tema e 95 ose te lutja e 95, cila është lutja që tregon ose që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë lutje duhet të thënë kur të hipim në mjetin e udhimit. Kjo pra nuk është për qëllim lutja ose duaja që bëhet për udhim, që është e njohur duaja e udhimit, por është lutja ose duaja që e bëjmë para se munis, momentin që hyp mjetin e udhimit. Dhe kjo vlen domethënë në çdo mjet që hyp njeri. Momentin që hyp është sunet me thon kët dua që ka sjell këtu autori. Duaja që ka sjell autori është transmetuar prej Aliut radhiyallahu anhu, që transmeton Imam Abu Davudi se një herë Aliu radhiyallahu anhu e ka vendos këmbën te ajo vendi ku mënojmë këmbën për me hyp në shal, mbi kali, dhe kur e ka vendos këmbën atë ka thonë bismillah. Pastaj kur e ka vendos, kur është ul nalt, dhe mbi kali, ka thonë alhamdulillah, dhe pastaj ka thonë këtë duan subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, alhamdulillah, pastaj ka thonë alhamdulillah 3 herë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 herë. Subhanallahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pasi që ka thonë këtë dua, Ali radhiyallahu anhu ka buzëqesh. Pastaj ai shoqëruesi i tij ka thonë çfarë të bëri të buzëqeshësh në momentin që e thotë këtë dua, thotë kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një çish veprova unë, dhe po ashtu unë e kum pyet çish më pyet ti. I kum thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çfarë arsye buzëqeshe, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Allahu kënaqet, mahnitet, i pëlqen kur robi kërkon që ti falen gjinohet, i kërkon Zotit ti falen gjinohet, për arsye se ai e pohon se nuk ka Zot tjetër përveç tij. Dhe Aliu radhiyallahu anhu e ka vepruar një formë, një pasqyrë, një mënyrë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo normalisht para se me hinë sqarimin e duas, kjo normalisht është ajo që e kena përmend shpesh, sinqeriteti, dashuri që kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa shumë prej sahabive, edhe ky hadith këtu e tregon se Ali radhiyallahu anhu e ka thonë çfarë dua që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka përmend domthonjë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka vepruar edhe me gjestën e tij, çish ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka buzëqesh, edhe pse kjo nuk është për dispozita, nuk është për sunetit, por është mundu me pasu pejgamberi sa më edhe në çështjet e natyrshme të jetës së tij. Pastaj thot do në fillimit duas bismillah me emrin e Zotit walhamdulillah. Dietar kanë thonë që bismillahi në këtë rast, këtë dua është për qëllim se çdo punë që e fillon është mirë me bëu bismillah. Çdo punë që e nis robi është mirë me bëu bismillah, për arsye se kjo i largon ndikimin e shejtanit dhe e lidh robin me Zotin. Po ashtu edhe mund me sjell, është domthon garancë që sjell bereqetin në atë punë. Kurse momentin që ka hyp në kali ose në mjet, ka thonë alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, domthon që ma mundsoj mu me shfrytzu një të mirë për të mirave që Zoti ma ka lehtësuar me shfrytzu. Në momentin që ka fillu me shiju një të mirë, e ka falëndëruar Allahun azza wa jall. Pastaj e thot këtë pjesën e duas, e cila është edhe në duan e udhimit, që është ajet subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Domthon i lartësuar që Zoti nga çdo emet që na ka lehtësuar këtë punë, këtë mjet për me na lëviz prej një vendi në një vend, e që ne me fuqinë tonë nuk do kishim mundësi ta bënim këtë. Edhe fuqinë që e kena në trup, nëse Allahu azza wa jall nuk na lehtëson, nuk na mundson, kjo është zero, është e kotë
mundësia dhe fuqia që ka robi në vetveten e tij. Andaj qysh e kena përmend shpesh në duat që janë përmend për robën muslimanit, secila prej duave e tregon nevojën e robit për Zotin. Kjo është edhe ajka e duas. Për këtë arsye dietarët thonë çdo dua që e bën robi, çka nuk është transmetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse don me bëu diçka dua që ka qef me madhru Allahun azza wa xal, le të jetë si epiqendër e duas çdo herë mënyra që ja shpreh ai nevojën e tij ndaj Zotit. Kjo është domethënë mënyra më e mirë për me e përmend ndonjë dua që nuk është e përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domthon sa më shumë që i ka thënë Zoti që ti je rob, ai është Zot, ti ke nevojë për ta, ai s'ka nevojë për ty, ai është i madhreshëm, ti takon sundimi, ti je i varur për çdo gjëje në jetën tonë që vjen prej Zotit, suksesi i jot nuk ka mundësi më arrit vetëm se nëse don Zoti e kështu me radhë. Domthon nevoja jote fukarallak e jot ndaj Allahut azza wa xal është shej e mirë në lutjet që ja bëjmë ne Allahut azza wa xal, nëse nuk është e caktuar me hadith ose me ajete. Pastaj shiqone çfarë lidhje ka bë ky hadith, domthon e njëjta fjalë në këtë ajet ose kjo dua që përdoret edhe ajeti këtu. Zoti na ka lehtësuar këtë kafsh ose këtë mjet dhe ne te Zoti jon do të kthehemi. Ku do të kthehemi? Kur largohemi prej kësaj dynjaje. Dietar thonë sikurse ka deshur pejgamberi sa më na përkujtu me këtë dua se sikur që përdor mjetën e udhimit. Po ti ki me zbrit pe ti. E ke përdor një mirë që të ka qu Zoti dhe ki me zbrit ki me lon. Qështu janë të mirat e dynjas. Gjitha të mirat tjera. Janë të mirat që i ki para durve, po pastaj ato shkojnë. Ato kalojnë edhe ki me lon edhe ku ki mu kthy? Te Allahu azza wa jall. Domthon në momentin e mirësive që ti ka dhuru Zoti, robi e kujton po ashtu takimin me Allahun azza wa jall. Për arsye se ato janë të përkohshme. Sikur hipja jote mbi mjetin që është e përkohshëm. Ti se ki qare pas brit. Qështu është edhe hipja jote mbi tokë. Ose hipja jote mbi dynjan që e kiti para durve tonde. Ose shfryzimi jëtë që ja bën dynjas. Ose knasia jote me ato që a i kipi dynjas. Këto janë disha kalimtare. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shkuar Omer radhiyallahu anhu dhe ka pa duke fjet me një gjendje tron në një hije dhe në një vend dhe ka qenë prej hasrës ai vendi ai far dyshemia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë kur e ka pa Omer radhiyallahu anhu i kanë mbet shajat e hasrës në trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atëherë Omeri është mërzit dhe ka thonë qysh ti në këtë gjendje kurse mbretërit e Persisë dhe Bizantit po flajnë në për kultuçe, në për dyshemeja të mirë. Atëherë pejgamberi sa më shkurton Omer radhiyallahu anhu atëfar pozitën e dynjas krejt. Thot inma mathali wa mathalu dunya ka mathali raqibin istadhalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Shembulli im dhe shembulli i dynjas i ngjan shembullit të udhëtarit. Shembulli im dhe i dynjas, shembulli im pozita ajo ajo far pjesëmarrja ime nga dynjaja i ngjan udhëtarit, i cili është ndalë me një pemë, ka pushu, pastaj ka lëviz dhe kalon. Që kjo është? Që kjo ndalja e shkurt në pemë? Është jeta jonë këtë dynja. Ndalja e shkurt në pemë. Pra ta Ibn Qayyim rahimahullah, kur e përshkruan dynjaja që është kalimtare dhe është sa i qetë dhe i mshirë sy që i përdorin edhe populli, thot mundal njeri me kujtu jetën e tij para se marrën këtë dynjë, edhe mianis minje pe Ademit alayhis salam, dalin me 1000 vjet. E me mendue në qitë kohë sa ka me jetu, pastaj sa ka me kalu vite tjera masit vdesin, e shef që për një me është sikur një qast në hijen e pemës. Pej ditës të madhe. Pej krejt ditës është sikur një qast që nalët dikush përshon pak në hijen e pemës edhe shkan. Pastaj 3 herë domon prapë falënderon Allahut, alhamdulillah, 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 dhe falënderimi i Zotit sa më shumë që bëhet,
aq më shumë e sjell bereqetin. Aq më shumë e sjell bereqetin. Ka thonë dietarët, e shukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Në rregull, ka thonë falënderimi e mban ata çka e ki dhe e nxan ata çka s'e ki. E mban hajrin, bereqetin çka e ki, e ruan, mos me tik, edhe ja çet gjahin asaj çka nuk e ki me ta sjell për të mirave. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pejgamberi sa do mund këtë shprehje Allahu akbar që dhe në udhtim e ka përdorur shpesh. Sidomos që ka ardhur domon hadithe tjera, po ashtu prej Ibn Omerit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në udhime kur ka zbrit te poshtë, ka thonë elhamdulillah, kur ka hyrë nalt, ka thonë Allahu akbar, e ka përdorur në udhime shpesh këtë lutje si për kujtim për madhrinë e Allahut azza wa jall. Subhanallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. O Zot i lartësuar je, nuk i të meta, unë e vërtet i kam bërë zullum pa drejtësi vetës time, me gjunohe, me gjëra që secili prej robërve i bën, andaj mi fal mu gjunohet për arsye se nuk ka kush që i fal gjunohet përveç teje. Von këtë hadith, pastaj ajo përfundimi i hadithit e tregon edhe pozitën që ka robi kur e lut Allahun azza wa jall te Zoti. Domthon Zoti gëzohet, i pëlqen, kënaqet dhe kjo është cilësi për cilësive të Zotit. Sipas Ehli Sunetit, Allahu mahnitet, Allahu gëzohet, Allahu kënaqet, këto gjitha janë që mund më përshkruaj Allahu me to, kur robi i kërkon falje Zotit. Pse? Sepse robi kur i kërkon falje Zotit pe pranon me këtë vepër që po e bën, që e ka një Zot që të ai drejtohet. Dhe kjo për Allahun azza wa jall është e dashur. Faktikisht Allahu azza wa jall e pranon pendimin, ja fal robëve pendimin dhe gëzohet kur robi pendohet. Kjo është bujaria e Zotit. Do nëse e merr në proporcion me njerëzit ka mundësi me ta pranojnë pendimin, ka mundësi. Nëse ta pranojnë, më kun ku me ditë sa bujar, ku me ditë sa me pas zemrën e gjon, nëse ke gabu një herë, 2 herë, 3 herë, 10 herë, nëse ta pranon, po tani mos do me pas punë me ty. Do më largu për ti jesë. Do mos me po para syve. Kurse Allah azza wa jall, momentin që ti pranon pendimin, ta pranon, ti fal gjinohet, nëse ki me sinqeritet, dhe jo vetëm çikash, po gëzohet me pendimin tënd. Dhe gëzimi me pendimin tonë, kjo është njëra prej kategorive që nuk mund me arrit dikush përveç Allahut azza wa jall. Kjo pra është ajo çka ka të bëjë me duan e mjetit ose duaja kur hypim në udhtim. Kur hypim në mjetin e udhtimit, siç thash, kjo dua thuhet jo vetëm në mjetin që është përdorur domethënë kali ose ndeve ose diçka, po çdo mjet udhtimit momentin që hypim halo pa ja nis. Walhamdulillahi rabbil alamin.